Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Abri, komune Drenasit. Kemi ashtet me dorëzu çelësat familjes Bekimit. Bekim, orna çelësat e shtëpisë tre. Zoti ju shpërblet. Zoti ju shpërblet me mirësitë e tij. Amen, amen. Bismillah. Tashmo, veç jena në ambientet e brendshme të familjes Bekim dhe Makut, na po i lona me pamjet se çu shka qenë herën e parë. Fëmija vogël, këtë hapësinë që sa vjetë. Kushtë e lejtë. Ato këto në herën e vllazim morën, po problem se unë jam e stejnda. S'pesha së qaj. Po, shka do që të flasë, po me përshijen vetë, nushtë e pa mundshme, përbanim jam keq. Unë jam Bekim dhe Maku, pe Abri Stepër, që një gati 4 vite jetojnë qitë vend që tu, një dhomë, kushtet veç përshijen që fara janë. Në pa mundësi me ban zgjidhe për shtëpi, është e pamundshme me këto paga, me këto sana, unë e marrë një pagë, veteran në gjonë që aja për harës nuk mjafton. Edhe më ka deshtë pa tjetër me kërkundim. Po s'ki alternativë, kur s'ki tjetër se në qka. Qera ose në pagu i s'ka mundësi me dalë. Pa më kosht. Në kosht e këne ato keq. Ngusht, pa kuzhinë, pa banjo, tishat e shtrati që qënës jashtë, millin e kom jashtë. S'po dhja s'ka me ba, veç për një shtëpi. Loj, as si dalin barna me ble. Këna bon që ata që u po pjesë e unë, që këna bon të bon. Veç i laqe që tu që kanë friz nuk pi dalin shtot veteranëve. Kështu se u menu, po. Pa ndodhë ka gjithë qëpa. Unë kam tensionit, kam stejnë, kam të ndyra, kam për cilë se plët. Shpesher fëmijat kërkodi që shto plët. Kush ka mundësi veç sa për një shtëpise, sa me hangër e me pija pet për në animon dikush. A për shtëpi kur s'mendoj, unë për venas s'mujna kur me bo. Kjo është i smut, fëmijën i kam të vogjël, unë nuk punoj. Kush ka mundësi, Allah është për leftë, s'pa moj. Po ka mundësi me bo kush. Bekim, shtëpia rej. Alhamdulillah. 2 fjalë me na thonë, që shpo njësh. Mirë, Allah gjithë ata njerës që kanë kontribu edhe kanë bënë të mundshme që me pasë një shtëpi të rej, ja mundësof ka një shtëpi në xhenet. Unë nështë s'kam që ka me shtu, ju e keni pas gjendin që ja kum pas më herët, tash u shkrej diçka tjetër, është një mirësi, një jetë ma rej për neve, se kemi vërtet kemi vujt e jetë. Por për mund besaj që është një krejt një tjetër jetë, jem më të lirë, për çdo gjë jem në vend tonë, në tokë tonë, është diçka tjetër kur ki bazë, kur ki shpimi kry, ma shkurt. Me bunar po, ka uj, elhamdulillah, ka u mjaftu shumë uj, çdo gjë jemi, thoje se asë një munges që na duhet për jetë. Kush do që çdo cent të ka qitë, Allah ja është probleft me mirësitë e tij. Na, po e lona me pamjet e shtëpisë të re, donatorët për ndërtimin e shtëpisë dhe hapjen e banorët, i bëjmë publike në rrjetet tona sociale, na po ja bëjmë për hajër. Faleminderit. Për hajër i koft, inshallah akzoni. Faleminderit. Zoti ruaj. Ba mirë, Zoti ju shpërblet.